Janë do saga që nisin e mbaron. Po kjo është historia një sage tjetër. Kjo histori e prek secilin nga ju. I prek edhe ata atje. Kjo është historia që kur nuk mbaron. Drive Me Crazy në Klan Radio dhe KTV. Përshëndetje gjithve, përshëndetje nga Glam Radio për krejt ju që për na shoqëroni, për na dëgjoni përmes frekuencave tona, përshëndetje edhe për krejt dëgjuesit edhe shikuesit tan edhe përmes Koavizionit. Jemi bashkë në një tjetër edicion të Drive Me Crazy me 14 gradë në kryeqytet, po e fillojmë edicionin e sotëm. Jemi shumë të lumtur që jemi bashkë. Edhe sot e kemi një temë shumë interesante, diçka që është ndoshta e paralyzueshme, por që do të donim ose kur e mendojmë kanjëherë se çka kisha bëu me 5 milion euro, i kena ato një 5 milion ideja që na vijnë kokë. A mos po flasim për pare, po për diçka tjetër, më interesant. Përshëndetje kolegi dashur. Përshëndetje edhe për ty kolege, përshëndetje për gjithë juve që jeni në këto momente. Po, kjo është punë çdo. Pasha hajtë pak me zgjat. A do të pak? Jo, s'ka lidhje, vazhdo. Ju që jeni vetura në këto momente mundeni na tregu se ku janë pjesët e ngarkuara në Viber në 049978 na dërgoni fotot edhe ne informojmë gjithë pjesëtarët e tjerë në komunikacion. Është i njëjti numër ku edhe i presim telefonatat e juaja dhe ato vetëm pas pak. Sepse fillimisht kena me dëgju këngën e parë hyrse, por fillimisht ju tregojmë se po çata që pritshëm e shtyp. E preka? E preke. E preka, po. A mos ai butoni për cilën kena me fol nuk ekziston? Apo thuaj që s'ekziston, a? Jo, po nëse do të ekzistonte. Përveç atij që më çat mund kohë, nuk ka tjetër buton magjik. Po nëse do të ekzistonte, çe? Nëse do të ekzistonte, çka kishë boti? E kisha lshu këngën e parë hyrse që është Elvana Xhata kur jemi dasht, po. Pastaj për tjerat po tu bo. Nëse do të kishit një buton magjik, çka kishit bo? Cimi po e shon Elvanën me këtë butonin magjik, apo ju nëse kishit pas atë butonin magjik, që kish ndryshu diçka automatikisht me prekjen atij butoni, çka kish me qenë? Pas pak. A pe ngojna këngën? Okej. Elvana. Sensual. Elvan.
Po femror. Stilin Elvan. Jo kur e lung kështu pak rolin. Gangsta në përkon, nuk më pëlqen, kështu më pëlqen më shumë. Shija jam. Dhe më pëlqen ashtu. E vërtet është, domethënë ki shihen e spikator. Përndryshe për ata që janë në komunikacion këto momente ju tregojmë se ka kolon qasja për të krethi i Çaglavicës në drejtim të Prishtinës. E ngarkuar është edhe hyrja në Prishtinë nga Fush Kosova, nga dalja e Fush Kosovës tutje deri tek rrethi i zonës industriale është pjesë e ngarkuar me kolon. Me kolon e keni edhe rrugën Agim Ramadani në drejtim për te komuna dhe Ana Sjellta. Stu janë edhe informatat e para që kanë arritur, ndërsa kanë arritur edhe çmimet e Petrol Kompanisë që na tregojnë se në Çaklavic në të dy anët e rrugës eurodizeli dhe benzina janë €1.13 për litër. Mos harroni se edhe mbi app i keni oferta për me i pa, mundni me i pa në rrjetet sociale tek Petrol Company, Facebook e Instagram. Çe telefonata e parë po pret. Vish ta përsëris. Përshëndetje, vish ta përsëris edhe një herë temën për ata që na dëgjojnë përmes radios, pasi që patëm disa minuta pauzë. Nëse do ta kishit një buton magjik. Kjo është pyetja për ditën e sotme. 049 Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Hajde përparim si je? Shumit. A mos të të përshëndetje jo? Edhe një herë? Mos të të përshëndetje. Nxat është, domethënë 28 gradë është momentali janë Prishtinë. Se larg Prishtina me Gilan, mos baj gore. U hap edhe pishina e Gërmisë sot. Po. Përparim. Tregom nëse e kishe pas një buton magjik, çka kishe bo me atë buton? Çka? Një buton nëse e kishe pas një buton magjik. Çfarë buton? Buton. Shme ta spjegun ndryshe, buton. Pull. A ki përgjigje përparim? Jo, faleminderit, të mbuloj. Përshëndesim, Çfarë marrë tjetër në fion shpejt? Hajde, masi e para u djeg. Alo, përshëndetje. Pa përgjigje, mos të lajmërani. Po tash na nuk pedim, apo përgjigje, atë po përgjigje. Ajo është mirë mu lajmëru dhe pa përgjigje, jo, dhe pa përgjigje. Bon mu lajmëru, vish me na tregu që s'kam përgjigje, vish po dojna me fol diçka tonë. Jo me na pyet për motin këtu, po. Enis, besoj që të ko mirë, uroj që të ko mirë. Mirë. Ti që e kështë bu me atë butonin magjik? O, për momentin me kanë pas atë buton magjik. Prej që tuhet në shesh. Drejtë në shesh Prishtinës, a? E pse bashkë në shesh, pas ka bo pare e njësa. Po tash butoni elektrik, jo mundët po buton. Po, atë e butonin. Magjik, po, i bën edhe kafës. Ekso dhe elektrik. Po tash qaj butoni tjetër kas kësha pos që me shku. Po, drejtë në Prishtinë. Me një buton që tash isha ardhë në shesh edhe me pi një kafe. O, isha ull, e kësha dit një kafe edhe o isha knaq, bre. Ani, mos e shfrytëzo butonin për me ardhë në shesh, po shfrytëzoje për me rezervu një biletin Prishtina Ticket. Ka udhime edhe për Gjermanisë, që ashtu, edhe vjen, edhe tash bash me buton ju, po vjen kogja shpejt. Edhe po të presim edhe verës, pse jo me dalja dhe me shiu një kafe në shesh, në shtana bashkan gjithët edhe dikush tjetër, se që bojna një fanejet vogël. Ja, i ku marrë biletat kësmet, kom rezervu që një moj. Edhe të presim me shumë knatësi, faleminderit. Amo për momentin pa shësor jena, kështu që ti vendos aty a vjen as vjen. Palau në vi. Kjo vjen edhe herën e kalu me karën, ka të shtatin. E vërtet është se ka problem. Nuk e ka problem. Gjitat jenë altë, pa shëmësur. A petë që ashtu ka me tro? E di se shdasht me këto atjo të politikës me të fladit një gjysore. Ani tash e ka dhe arsimi, bashkur jemën e ka arsimi ditlindjen, ka më në qitë arsimi një kafe. Nëse e gjeni arsimin këto për ditlindje. E po tash, na vim e ti a i është problemi jute. A ti shkam vjeni no ati mas shumë ti. Mu gjdo ditlindje, gjdo ditlindje vjen gjatë ditëve t'javës, ku për shambull edhe nuk ka naj farë organizimi, për shambull të premteve të shtunet që ka më atmosferë. Gjithë mbjen e marte, e ejte, e hane, e dile, do si ditë palidje mbjen. Kjo e ka në pik të verës. Edhe gjithë i qëllon deti. Gjithë ndeti, në do më thonë. Deti është për pushim, për ditlindje. Që ashtu po iki, adin, se ma let pe kom. As po qëtë kafe, as po qëtë dreka. A kur po vjen, po i presin dhuratat, këtu po nejse. O, ta një fshat mirën. Hajde i shola. Falimderit shola. E njësë për qa po i shola. Falimderit. Qka me bo, i kom kolegët e kujdeshëm, unë e vetë se mi kujdeshëm, qka me bo tash. Qka me bo? Përndryshe, është mirë me lujtë edhe për ata që kanë ditlindjen me Go Plus, në ashta Go Plus ju bën një dhurat. Para me në me marra avatar 12 për ditlindje, do me thonë lunë edhe e fiton për ditlindje. Përndryshe qysh me lujtë, loja GoPlus.com është faqja ku e dërgoni kodin që gjeni nën kapakun e pjesë Go Plus. Sa ma shumë kode që dërgoni, aq ma shumë shanse keni për me e fitu këtë super vetur avatar 12. Alo, përshëndetje, Viber.
Alo, përshëndetje. O, përshëndetje Orhan, si e? Mirë, faleminderit ju. Si ke kalu? Mirë, super. Si është Zvitra? Që është dush Fion, mëse largos se si dihet na shta ulemi. Se Fiona pe hek karrikën xhatje, se na shusot në kamp mojnë në emisionin. Nuk më pëlqej kështu. S'ka lidhje, se boll mirë treke se kur t'ulesh vishengri. Orhan. No. A ke pa temën, a ke një që apo flasim? E nita pak s'dio përgjesh dikush apo duhet të përgjesh. U përgjesh dikush që po të pyesën e ty edhe një herë. Nëse e kishe pas një buton magjik. Edhe ish dosh me ndryll çat buton, po për çka e kishe ndryll? Se veç një herë mundesh me ndryll. Po, për ilaç për smundje. Çfarë smundje? Po këto smundjet e pashurueshme. A do më thonë që me i zbulu te ato atë çfarë ilaçi? Jo, çose varet për me gjithë çef, ose me i zhduk krejt. Po, çaj butoni me këtu. A mi zhduk krejt, kjo tjetër çka? Se thash mos po do me zbulu tani, është ndoshta më bodhën një pyetje, sa e ke shit? Jo. Faleminderit Orhan. Ju përshëndes. Jemi mrekullueshëm, kalofsh mirë, jemi mrekullueshëm. Faleminderit për telefonatën. Përndryshe keni butonin Infinite në pakon mujore te Ipkos nëse doni me pas internet në telefon, ku do SMS-a minuta pa limit në Ipko, shkoni te Ipko, njënin prej dyqaneve Ipko dhe thoni qysh është puna me aktivizu pakon Infinite, pakon mere nga Ipko. Gjithmonë na godasin këta, domethënë verës që më shkon deti me internet. Se s'rrimin i vet. Në zgjos shumë më mirë, për vetëm për vrej. Motës kena ne, përndryshe për ata që të na ndëgjojnë radio, na shta thonë çka kanë, çapo thonë, jena tu e mojt emisionin kom. Po. Ma mirë, më po ndohet më vështirë diçka që më thonë. Çe telefonata. Diskutosh vetëm ashtu është ajo marrment ka pak po na falni. Tu ik pikuar. Jemi live edhe në YouTube në këtë momente, por ju që nuk mundeni me na dëgju ose me na shiku përmes Koavizionit, e keni aplikacionin, kështu do thonë, aplikacionin e Glam Radios. Po deshta me thon kanalin zyrtar të Glam Radios, Glam Radio 86 FM, kështu na gjeni, na bëni subscribe edhe gjithmonë ju vjen një notification sa të nis emisioni. Alo, përshëndetje. Po përshëndetje. Po përshëndetje dhe për ju i nderuar kush telefonon? Ose gjithmonë Abedini. O Abedin, a je mirë? Mirë, faleminderit. Jo, ai ne mirë. Mirë, faleminderit, ndisponim si gjithë, po shpresoj kolegu është tu kthy, po tu vallzu kesh. Tu vallzu, po m'fal, se tu kthy jo. Është duke vallzu let. Abedin, nëse e kishe pas këtë butonin magjik, çka kishe bë me atë buton? Ma kish ndru kuadrin çfarë do? Unë e kisha ndru kuadrin. Ja, e kisha shty susten, edhe e kisha formuar një agjencion turistik, Gjermani, Zvicër, Prishtinë, me bileta shumë më të lira. Jonal. Po thamë ki Prishtina tiket e pas gatir dikush, me siguri. Po e thirrën, e thërën këta me njerë Prishtina tiket, ja bësh që ta bojnë ofertë. Nejse, po presim nëse Abedini mund të kthej ose po, ju të ngjëgju jam. Hajde, se u pat një ndërprerje. E kishe bën një agjencion turistik për këto destinacione. Po biletat më lirë për 2-3 herë tani. Po sa e kishe bën një bilet? Sa i shkon idealja për ty? Zvicër, Prishtinë, po valla në 150 më shumë ju. Kthyse. Në pikë të verës. Pikë të verës. Na shkatërron, a besën na shkatërron 500-550 gushtin na mëtën. Po sot më herët se Enisa që e ka bëu, më thonë Enisa e ka rezervuar shumë herët biletën, edhe e ka kap me ofertë. Na kur folshim për destinacionet e Gjermanisë, domethënë nga pas bileta me çdo çmim edhe më të lira se sa që po pretendonte. Po problemin e kanë që nuk po i din pushimet kur i kanë ocem. Mandej ndoshta në moment fundit po do pak me rezervo kur duhesh. Limaj, limoni. Kohën limoni. Po. Kohën, kohën e pushimeve katastrofë, tash rezervo tash ma vonë njëti shme ki. Abedin, si çdo biznes tjetër e kanë sezonin veror që mundon me shfrytzu maksimalisht. S'është biznes që na e dina që shkojnë punat, se ata aeroplanat e vet nuk i kanë. Kanë arsyet me siguri, kështu që na nuk dimë aty dhe s'po flasim. Faleminderit shumë, po nejse, morëm mesazhin që e kishe bënë agjencion me bileta të lira me buton magjik. Faleminderit Abedin, përshëndesim shumë faleminderit. Ton kalofsh mirë. Më thonë kena kështu pak kena me dhon një ankesë pak më shumë, po si do të thotë, se do të më ditë pse ata e kanë çashtu, tani për me mujt na me bisedu me para gjyku ose me gjyku. Por ndryshe pse do Toyota, sepse i ka 10 vite garancion.
që është shumë rëndësia, po? Edhe I keni me çmim, super çmim, apet bum bum. Zbon hesh valla veç. Jarjes Cross Luna, po, hibrid 1.5 automatik nga 28.824 në 900 dhe ato me 10 vite garancion. Por jo vetëm ky model, po dhe shumë modele të tjera dhe vetura tjera atje mundën me shku me I pa tek Toyota, saksisht tek Auto Trade. Hajde Viber, përshëndetje. Vetë ma ka dhonë ljesin që një anije kozmike është mu afru është Toyota. Po, kur po kthehen aty me kështu qau ka vjen, jashtë toksori. Kur është nga dalë sudëm dhe sidomos kur të frenon, ajo zhurma e baterisë, më thonë, është zhurma e baterisë. Ka një zhurmë artificiale për me mujt me një dikush që ki vetur afër, për çfarë arsye. Është zhurmë po, do të thonë alienëve. Po. Alo, u më ndrumi as I. Përshëndetje. Mund pëlqen. Kush ta përshëndeti? Kush tjetër Guanja? Ku je Guane? Guane. Qa ke bo? Që ju si jeni, si kaloni pjona, si të kam? Mire dashur, faleminderit. Se po ma bonja ashtu gojen, kishe po me mi tani mu shfolja, qka? Jo, kemi qafet të ngus pak. Guane. Okej, s'ka problem. Se nuk është që s'lazrosh pak edhe ti. Po pak po, e Anita tha të një mu mi mitu mu. Anita që tha? Jo, më shpart. Jo, më shpart I Guane. Jo, më qika tezës. Guane? Urdhëroni? Me pas qatë farpullën magjike. Për çka e kështë përdor ti? Mi zhdu shta vrasësit njerëzit e këshi edhe njerëzve ju kësha ndërtu shtëpia 3 për njerëz të mirë, edhe fëmijët e lumtur. Për krejt njerëz të kishe bo shtëpia 3, sa ishtë dosh me pas shtëpinë e vjetër për me ma bo 3? Po tash s'po di pa po që... E mas luftës Sovjet ishtë dosh me konë. Ata në Itali e lypin somat vjetra e ke po? 15, 25... Si, po 25, do më thonë ja kështë bo shtëpia të reja, për e I fillimi dhe njerë, më mirë, gone, po më pëlqen, njerëzit e lumtur edhe fëmijët e lumtur edhe shta vrasësit mi zhdu. Faleminderit që na ke thirrë, po të përshëndesim shumë I mrekullueshme. Ton kalofshin Ton Guane. Një pas ditët e kanë. Dashtas na I dhosh, që po të ngacmojmë. Jo, s'ka problem. E di edhe unë kam qef me buhaj gara. E ka pak problem se be imitojnë a kështë drama pak se. Dashtas na I dhosh. Jo, ta mu puna fjona, nuk I dhnona se unë kam qef jam pozitive, kam qef me buhaj gara. Ashtu, të përshëndesim, të përqafojmë. Ton. Ej, 049-978-978 edhe një herë numëri telefonit nëse doni me na shkrujt ju që s'keni qef me telefonuesës, po mundeni me marrë lidhje, na shkruanin pjesën e dytë, I lexojmë gjitha përgjigjet, por paraprakisht po ju njoftoj edhe një herë që edhe sot kena mindot 2 bileta për koncertin që ka mumbajt nesër në Amazon Hall për Gypsy Kingsat. Kështu që rrini gati mas orës 17 kur jemi live me Cimi në studio, kena me ju tregu që kur është ai momenti kur do të më nis edhe me na shkrujt në Viber. Që një mbogati me këmish. Pambolejo. I ki do pak ma me... I kom edhe do me bira, po. Jo, me do lule, me do me gjyra pak ma, ta ma mi shku në stilit. Dhe në gjysë këto se u I bohet. Ej, hekev në veshja ta. Mere një lidhe një kështu, se një krave. Pambolejo. Amo I Diego, keni me pas mundësi me po live. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Na pritim. Alo, përshëndetje, mërgim qaushi. Përshëndetje. Si jeni? Alo. Apna dëgjon. Po, ju më dëgjon. Mirë. Qaush, nëse kështë pas atë butonin magjik. Po? Ndull, qka kështë bo me atë buton? Po, vallohi, po më do këtë për atë të ku në vjen më ngaj buton nuk që në rëna saj. Nuk shumë I fort me konë. Nuk e di për ku pëthu po nejse? Për parlament, po za ku. Jo. Unë tjetër sen me nova. Vallohi, tjetër sen s'ko se pak unë një buton fort I fort. Qërë ekranin? I këshin në rritë. Okej, diçka tjetër? Hajde shfryzoj për diçka të hajrit, se për ata nuk ja vlen atë buton as me menu, se le mo me shpenzu. Shto se kuptoj unë. Ajo është I hajrit. Po çfarë hajri ata bre? Hajde, okej. Tjetër edhe një mundësi e kitë fundit, qaush. Kthej edhe njëra, ape kthen as pe kthen? Jo, se kthej. Më se kthej, okej, faleminderit shumë tung, përshëndesim, kalofsh mirë edhe te pas një pas ditë të mrekullueshme. Ma mirë tek kështë thonë që ata që po menojone, po hajt. Çka po menon ti? Ja, skuzaj me thonë. Okej, thash mos po menon për një Vespa. Por një Vespa të kuqe, po. A ke tu menun që ato? Se mas jashtë në stories për në bëne, kësha hyrë për katë shtatë, shtu me buton magjik. Po, nisi të kësha hyrë kështë. Letash, mos... Okej, 1,80 € bosh me Vespa, një super motor, edhe çka më boni për shtypje. Sot kum bisedu me dikon, dhe ish puna e motorve, më thonë një njëri që se ka përmen kur motorin, tha, kur pisha është të Vespat, tha, është kam shko mendja që du m'ja nis me vozit motor.
Qa simpatike janë. Do më thonë, shkoni këshëni të event Motors tek Automita. Nuk do më thonë me blebre, shkoni këshëni. Shëni farë bukurie kanë. Alo, përshëndetje. Telefonata. Telefonata. Së është ajo? Qajo. Alo, e pse s'folti? Hajtë vish një A. Shumë për kom që vish një ani zonin. Vish zonin një ani. Nese, nuk po bë mirë që pja blokojnë lidhjen tjerve. Kështu me qenë atë sinqert. Se ka prej atyne që mundohen me 100 rarë me marrë linjen telefonike edhe që ty po dim për marrë lidhjen dhe hajde t'ja blokoj dikujna lidhjen, po, okej, faleminderit të tjetë aty të te. Swiss Diamond Hotel Prishtina na kish knaq tash me një Japanese head spa, kishim bo ato kështu me ujë, me të knaq. Përveç asajna, aty i keni spa për dëni, mund jacuzzi, makuzi kësi, krejt i keni, po mos harroni se i keni ato sallat e mrekullueshme nëse keni me bo far organizimi, far eventi, si për shembull farfejesa na i sen. Vera po vjen. Po dhe, a shkojnë atë në Albi qëtasht, a shkojnë atë në Albi, a shkojnë shpejt dhe në Albi. Hajde se tani ktheju me komunikacion. Jeto pa limite, kalo rrugën te, përfito shërbime fal. Po vazhdojmë po presim me telefonatat e juaja gjithashtu, po ju tregojmë se jemi drejt për drejt në YouTube, jemi në glamradio.fm në koa.net. Për ndryshe, për juve që po dëni derivatet më të mira me çmimet më të mira, pe dini që te Petrol Company mundeni me shku me marr derivatet më të mira, por çmimet më të mira sot i kanë në Çaklavic, edhe ato në dy anë të rrugës. Euro dizelin e benzinin për vetëm €1.13 litrën. Ai pa dhe çfarë oferta kishin? Be happy deri me 18. Super oferta, kështu që shkoni edhe kapni edhe ofertat. Nëse doni mi pa ofertat, në Facebook i keni. Petrol Company. Së ndveç edhe supsim 3 euro gjys. A ke pa keni? Jo, çdo ditë e fundit me 3 euro gjys, do më thonë veç mundesh me shku mi morr. Mund është një kifle gjys. Nëse ki hund mirë, nëse me jogurt ose pa jogurt shtrohet pyetja varet ku e blen. Se që tha ata qet. Petin me kep. Pa erën spjani, po sytha po mdjeken. Edhe neve çmimet kur vishojmë po na djegin. Har po letojmë për të keqi dhe har brezim. Po ashtu di çmim aty over pjeshkave, 5.99. Pjeshka ta? Nektarina, m'fal, 5.99. Ka e teshen? Të Zelandës, nuk e di. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Po njëjta është. Njëjta, po më çudit do më thonë çysh. Mos po më çudit hiç, po më çudit na që po i harxojna 5 sekonda ato e prit.
Hajde po presim tjetrën telefonat 049-978-978. Kena me raportu në polici. Edhe Enza Home po vazhdon. Enza Home po vazhdon me ofertat pranverore për krejt ju që po mendoni me bondo një ndryshim simpatik në shtëpinë e juaj, po kujtom simpatik. Për çka ish dosh me përdor, ashta në rast me përdor butonin magjik. Po pra, me mobilu shpinë me një buton. Trk. Enza për Ozërin shë bele deri dyshek deri në dyshek edhe në mbulesa e krejt për Ozërin shë ato ma fort ma bot? Krejt edhe një astak një vena vy me dyshek, me mbulesa, me komodina, me krejt shka ka i ki në Enza me donik donki donika ka riget na i hekëm vish na i fotele këtu kjo shbohu diçka për ke mos si po ankoni për qafu pas ka harru 100% ka qitë rruga na i ka alo kur të nashë neve nëse ok, pas ka shku komunikacioni, nga fion hajde ko ka për me ullë, për me tregu prej vetërnikut poshtë kolon për tek rethi me flamurethi spitali deri tek rethi rrugës bë me kolon poshtë vetërnikut deri tek rethi duplex me kolon nga rethi ambasadës deri tek stacioni autobusëve me kolon hyra në Prishtinë është e ngarkuar deri tek udhkryqi i katedralës, pastaj kolon ose pjesë e ngarkuar është rruga UÇK në drejtim të komunës, vazhdon nga komuna rruga Gim Ramadani për tek udhkryqi i Menzës. Këto janë informatat që kanë arrit në 049 978 978. Edhe po thot dikush keni ka pak probleme teknike, nuk e di ku janë ato probleme teknike, gane nëse e ki problem, do më thonë s'pedin në çfarë operatori për na shikon, po mundesh me na shiku edhe përmes YouTube-it, nuk ka kurfar problemi, po mundesh me na ngu edhe përmes Glam Radios që nuk dalet hiç. Sido që tjetër shkon mirë me na tregu çfarë operatori je që ka probleme teknike dhe pse mos mi thon këtyne teknikëve tonë të mrekullueshëm për me pas me një herë parasysh edhe me rregullu këtë far problemit lezetshëm. Se na shtan kështu ka pak aden. Kështu që kujdes mimikat. Hajde po e presim tjetrën telefonat 049 978 978. Edhe një herë ky është numri jonë i telefonit. Prishtina përndryshe masi përparimin na pyeti për çdyti herë në fillim të emisionit. 14 gradë është për momentin temperatura, 18 ka qenë maksimalja për ditën e sotme, ka qenë domethënë mesdita koxha kështu simpatike. Por mbrëmja ka më shku deri në 2 gradë Celsius, domethënë ndryshim drastik i temperaturave brenda ditës. Kështu që kujdesuni ju që dilni tash në këto momente ose pak ma vonë me pas gjithësysh diçka me vete se ka më bosh shumë ama shumë ftoft. Mandej nesër 18 gradë me 4 pas ka me qenë, të enjtën 22 me 7, të premten të shtunën pas ka me pas shi gjatë pjesës më të madhe të ditës, edhe temperaturat kanë me ra 9 gradë maksimalja dhe 5 gradë minimalja. Këto janë paga shumë parashikimet për këtë javë, djela prapë ngritet në 19 gradë. Alo. Alo. Alo, kush telefonon? Musa që po thirë tash vish po thirë në Viber. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush telefonon? Gülteni për Zvicrës. Po si, Gültena je mirë? Mirë, faleminderit. Zvicra mirë, e nxehtë, e freskët, e vranët? 19 gradë. Mirë shumë. Tregom Gülten, nëse e kishe pas një buton magjik, çka kishe bo me atë buton? Valla, them drejtën e kisha kthyer atë kohën më herët. E kishe kthy kohën mbrapa. Cilën kohë saktësisht, cilin vit apo cilat vite? Kisha drejtën para 30 vite. Para 30 viteve. Pse saktësisht? Me atë knatësinë që kena po, si jena dosht ma shumë, jena po ma shumë, kjo ka qenë më e mirë. Do më thonë ajo kohë për ty ka qenë më e mirë? Normal, shumë dashni kena pas shumë, ma shumë respekt. Okej, mes familjarve, mes shoqërisë, po kujt po i referohesh që ka pas ma shumë dashni? Bashkëshortët mes vete? Po ajo po se po. Me krejt. Rinia. Okej, njerëzit në përgjithësi. Edhe sot ka dashni, po është dashni virtuale. Ku ka dashni? Tash me një zemër në Viber, po kryhet. Oj, ke pa. Dashuria. Keshe, po s'kam nevojë me kesh, ishtë talë që thonë. Faleminderit për shëndes. Unë s'kisha thonë bashkë 30 vjetë Gülten, deri në 10 vjetë e kisha lonë. Para 10 viteve unë e majnë menë që njerëzit të paktën moshatarët e mi kanë qenë pak ma të dashur mes vete. Ato mesazhet, ato thirrjet, ato
urimet e ditëlindjeve, ma pak emoji dhe ma shumë fjalë ka pas. Njerëzit e kanë shpreh dashurinë shumë më shumë. Messenger ai që bëhet bum, që drogë, po e mirë u kanë. Naç, domethënë ta ka dridh shtëpinë se jo kompjuterin. Po ma din. Rubini është vendi ku duni me shku me i ble ato nazat e bukura për me i propozu. Për juve që përdoni me i propozu asoj ati, mos harroni të Rubinin qendër Prishtinës në Albi Mall ose në Ferizaj, mundeni me shkua dhe me gjithë dhe aksesor të mrekullueshëm, pse jo dhe për na i dhurate. Alo, përshëndetje, telefonata fillimisht. Mirdita. Mirdita, dhe ty kush na telefonon? Rakipi, që 2 vjetë që kam thirr, se se kam pas gjendë më ju thirr, e sot na po më ju thirr. Qa ka pas që se ke pas me shëndet diçka? Jo, më sim në të lashe. Po shpresojmë që ka kalu mirë. A ka kalu mirë? A u përfundu? Qaj është me rëndësi? Qaj po na intereson neve? Botoni magjik për mu ishte me ja quë djalit vajzës 100.000 euro në bank, sa është jetim pa babë. Djalit vajzës, afe? Po, nipit. Nipit tonë mi ja quë 100.000 euro sepse nuk e ka babën, po e pas kanonën, apo? Jo, dhe nona i ka vdik. Okej, do më thonë ai po meritoj ka pak ma shumë se sa 100.000 euro, po pak të njeni ju, apo? Ata jem të rritë une, do më thonë prej lindjes e kom une nduar, jetim. Po të kuptoj. Ju boft krenar dhe u boft ma i miri këti veni. Faleminderit. E pas shnetën ti, faleminderit shumë që na ke thirr. Ditën e mirë. Faleminderit shumë, edhe mpreke, me të vërtetë mpreke se bash u të çan që se sa. Ka qenë edhe dita e familjes që shënu një ditë kështu botërore, edhe poshtë kryeqyteti e kishim bën një video kështu të shkurtër, si më thon, vjedisuese për familje strehuese që marrin në përkujdesje fëmijët që janë pa përkujdesje prindrore, edhe një vlerësim kështu e kishim bën publik për këto familje, kështu që nuk do të thotë edhe një huaj me qenë strehues për fëmijët pa përkujdesje, edhe një familjar dhe një person shumë i afër që e bën një punë të tillë, edhe pse në një farë mënyrë ndoshta ka obligim për me i marrë në përkujdesje, po gjithsesi është diçka hyjnore. Çdo do të thonë, është diçka shumë e shenjtë. Politika, dora e shtetit më animu se ka raste të tilla kur duhet dora e shtetit, se s'mundet babgjyshe, ashtu është në penzion, nuk ka. Ky është ai momenti kur na jemi shumë krenar, ky është ai momenti kur na jemi shumë krenar me popullin ton, me dashurinë edhe pse pavarësisht që vazhdimisht thirreni në atë që ka humb dashuria, ka humb respekti. Në kur flasim për raste të tilla, këtu e shohim që dashuria, mirëkuptimi, respekti janë hala që qëndrojnë aty ku duhet me qenë. Domethënë një gjysh që kujdeset për nipin në këtë rast. Po, nipin. Që nuk i ka asnjëri prindërve. Kjo është diçka që meriton mirënjohje të përjetshme, jo vetëm prej neve si shoqëri ose si media, po edhe prej shtetit, që i dashur me u kriju spari edhe pastaj mja udhën dorën në kësi momente. Po nuk kam koment, nuk du me komentu. Po vazhdoj me butonin e radhës. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Miqael, si je? Mirë, ja i një Tetovën si e kemi, mirë, faleminderit. Mirë, këtë mirë janë njerë, po njerë. Tregon me butonin magjik, çka kështë bo Miqael? Për edhe unë si kërë e para polë, si që polë, unë kishë kohën e kalume, që ka kalu koha. E kështë këthy kohën, cilën kohë? Po, i viti të edhe të një vetë të di. Pse çka ka ndodhur saktësisht në atë vit? Atëherë jam konë në shkollën e mesme. Kantofor? Po? Edhe kështë këthy periudhën e shkollës së mesme? Edhe atëherë kisha shku edhe njerë shkollës, kisha pas dhetje. M'vjen mirë. Faleminderit shumë që ki kujtime të bukura dhe që i ndave me neve. Faleminderit ju kalofshi mirë. Përshëndes, faleminderit. Se zakonisht kur folin për kohën e kaluar nuk është që kanë kujtime shumë të mira, kjo gjenerata pak më e shtyme. Kanë pas të lashe probleme me jo okupatori këne janë. Që ta që dita kur thujnë e kësha këthy kohën në qatë koha, shumë të rasteve se nashta një pjesë e njerëzve ka mujt me pas një jetë me disa standarde, por shumica e shumicës nuk besoj që e kam pas në atë kohë jetën e mirë. Aq ma shumë këtu vitet e 90-ta kur shumica e në prindve tonë jënë largu prej punës edhe që din ku e isha këthy, çfarë kohë që ka pas në atë kohë Allah ile mu këthy. Ajo është tjetër periudhë, se me një periudhë shumë gjatë në kohën e Jugosllavisë, kam pas një farë stabiliteti familjet. Çfarë? Kam pas, pavarësisht që kanë jetuar të përzierë me pengesat shumëta, po e kam pas një farë stabiliteti financiar, është fjala.
Kanë punu edhe kanë pas kushtet e mira. Nga më timuj, këta që po vim pis Latinës kanë kolon deri te qasja e autostradës. Po, ka kolon, do më thonë ju që po dilni prej aeroportit në to momente, kolon keni deri te qasja e autostradës. E na thua ka pas kolon. S'ka pasu edhe kjo rrugën e maj men kur u kanë veç me 2 kërsi, me shku e më kthy Prishtinë pej. Kolon ka edhe kolon ka dhe pjesa poshtë vetrënikut deri te krethi i ambasadës amerikane. Alo, përshëndetje e radhës telefonat, Viber. Përshëndetje juve. Përshëndetje edhe ty jashtë toksor. Mirë se ju gjeta. Mirë se ke ardhur. Ullo. Ullo çaty, ullo në krye vani. Qëre, si thatë ju, se kjo Fiona e nisi me kanë për kohën e kaluar, sa mirë kon. E kom lidhur studim. Jo thashune, veç e komentum, se tha dikush tjetër. Që edhe unë e tham fakt. Edhe unë jam nostalgjik. Ju referova po një periudhë caktuar po. Po studimi po tregon studiuesit që janë marrë me to, tregon që truni jon nuk ka i predispozuar mi mojt men gjonat e këqija që na kanë dhënë. Po vetëm që për shembull atë momentin kur na tash ai kujtojnë as diamnitë tash. Recycle bin e kena zakonisht. Ai kujtojnë tash gjërat e këqija, a vish domethën një te doja kur na kanë shtrimin në vend me flajt edhe a qa ka ndodh po, çajo gjyshja jon, çka ka pas mundësi për me na kënaq krejtve buk. A den çato se kujtojnë, vish na kënaq, na menit so buk na kënaq. Çash kena ditë, s'kena pa obligime të fëmijëve. S'kena pa na sa më shumë atëra, sa ta s'kan ditë domnese. Mos tina në këtë farteme se nervozona shumë. Jo, po ti fole për ta përforcoj ta. Ka studimi. Studimi thotë që jashtë toksori e ka pullën gjë. A e ki pullën gjë? A e ki butonin? Se spedia butoni pullën. Qëre, se më duhet që tema, qëre për temën. Une, po tani më shqimë po biznesmen pa posa me në shqecë më pa posa. Hajde të regona se kur s'ke full për pare. E kështu më sopitën. Unë s'ke full për pare? Jo me ti kur s'full për pare. Qëre, e kësha njës me shqitë butona. Kësha përësit një. Magic, kësha thonë, edhe kësha përësit edhe shumë butona tjerë Magic. Ja, disa miliona, edhe isha butona është Magic. Do më thonë e kështë shty butonin Magic me t'jep edhe një 10 butona Magic. Jo 10, edhe janë 1 milion, no 2. Mos i lep shumë edhe ti mos e të prash tash pi të pranë sanet. 10. Ai ki boll 10. Ose e kisha bë 2 opsione, ose e kisha hapur dyqan, abden si kisha pësu dëshirat e njerëzve me buton Magic domosdoshmë. Ose butonin Magic me ta gjet peshkun e ort. Ja peshkar zyn kur ki butonin Magic çfarë vjen? Ja lyp do dëshira. Ja lyp do dëshira, ti më thon plotësisht. Po dhe po, a më ja do të vjen edhe xho ma peshku. Ti jashtë toksorëve që je shqiptar ti pek domethën. Që nuk mjaftohesh me pas butonin edhe me marr një dëshirë shumë të madhe, po edhe një 100 milion butona tjerë. Domethënë me që të populli më nxjerrë nyrën. Që po dal piteve pa ka gzuti që ju rrit buka. E a di që më na shteli. Nuk hajna bukën e time. Jo e kena lona bukën, mo ti visheri morrëm. Po bravo, çfarë se kancerogjenë ata ditën, mos hani shumë. Ja, ata për të mirën juve. Ku e blen? Kush e përgatit? Po, varet ku e blen. Ata e dy që kallzojna, kush është. Ata përpara tonë që kanë hongër veç bukën, kur si ka gjetë kur zhobre? Kanë pas shumë aktivitet fizik. Aktivitet, edhe kanë marru vetë, kanë gatu vetë, nejse. Shteti po thë kthenu apo të bëni sikur për porë, bëni vetë, dini çka bësh, dini. Po fshatar, bollmiri shkon. Rryma shtrejt, o jashtë toksor, rryma shtrejt me pjek buk çdo ditë. Se mora shumë kohë. Jo, pas mora më stanin, hajde faleminderit shumë, kalofsh mirë, jemi mrekullueshëm. E pas ka pas tërmet në Napoli. Po një lajm që pas ka pas po shkruan tërmet i fortë, edhe pse s'pas ka qenë aq i fortë, po panik pas ka shkaktu kogja. Njerëz pas kanë dalë jashtë nëpër rrugë. Pa tash para mendoj turistët atje sa kanë mujt mu traumatizu. Edhe në Kosovë kish pas tërmet javën e kaluar. Po i vogël. Ka pas rreth orës 2 diçka të shtunë me bashkërinë akona këtu në punë, edhe në katin e 7 nuk e di që nuk është ni hiç. Se kena nisë, çfarë momente unë kesh tu ngok këtu. E dridhët pak, e koni va. S'kena mujt me po diferencën. Te na ku televiz. Nashta edhe kjo. Jo se më kanë të hyp shkollë. A më për që di nuk e kom nisë, zakonisht jam shumë, domethënë si buçak. Mënona mirë tu këto tërmetët se janë domethënë fobia jeme më e madhe. Nejse, urej që s'pas ka pas ndaj dëm. Ti ndrillim. Edhe kur pisho këto gazetaret që raportojnë edhe po mos detash.
gjatë tërmeteve, e thon nuk e di çu kanë guximin edhe çu shpomojnë me marr frym as pari se le mo me raportu. Nuk ka një besoj asnjë njeri që se ka pak, a den vish paraqitet çashtu se. Jo, domethënë që jo thonë unë na prej tërmetit, unë nuk e konsideroj normal atë. Do të thonë unë slivriti pe venit, realisht aty. Ç'është thënë edhe njëri, kështu është kur gjësosht, ama kur e ka përjetuar me ta tregu historinë. Po më shtat fundit. Po me martele. A kena kollë pak? Okej. Alo, përshëndetje. Alo, po na kritikojnë që po folim shumë. Përshëndetje, kush telefonon? Qysha Sumnia. Ej, Valona jete? Po, valla vet Valona. Qysh je se tu fol me cimin çast shumë tani nuk po I dëgjoj telefonatat. Ti ngu shumë mirë, ai mirë. Mirë, faleminderit. Ti qysh je, a je mirë? Këtë një po kaloj, na. Unë sot po thoni, du me shëxu jo për veti. Bre Valon. Më kësu me maru për kancerin se nuk do të shumë pare. Veç men me pos. Ama dëgjon veç pak. E kemi repartin e onkologjisë këtu në ÇKUK. Një repart që fatkeqësisht sa shkojmë është përplot me njerëz, edhe sot kur kalova aty pari ke përplot me njerëz edhe jashtë. Por çka po du me thonë është një mirënjohje për mjekët aty, për infermierët që e bojnë një punë të jashtëzakonshme dhe kanë një kujdes të jashtëzakonshëm për pacientët, sidomos që janë kategoria që mas shumë t'i kanë nevojë. Kështu që për këto atë garantoj që jemi okay, po tash ta I përket shërbimeve, trajtimeve, ma të avancume që nështë ta këshim pas nevojë, ato fatkeqësisht nuk I kemi. Po me kushtet që I kanë, punojnë jashtëzakonisht mirë. No, mjekët janë më të mirë se këto. Unë nashti kun kallzu më herët. Ti ki përvoj prej dorës të parë. Po Kenerike para 10 vjetë, Kenerike shumë e molle. Edhe vetëm 3 mjek janë kanë që e bojnë transplantin, edhe nërtu o kanë para më në gjithat vend vetëm 3 mjek. Edhe në mesin e tyre një shqiptar. Një ndër tyre shqiptare o kanë. Doktore shqiptare. Unë e kam aloqi 10 vjet. Para më do, sa shumë njerëz ka që na kishin rrit zemrën prej krenarisë. Një mjek se motra që më ka dhënë transplantin s'mund më na marr një mjek, do të më kon 2. Okej. Kurse mund ka ro shqiptar ka, aso I ka ro një amerikan, po ja për mjek unë jam I kënaqur, në shkatar mjek mos ti edhe që I kena. Patjetër. Ama edhe një spital me pas me kushtet kështu që thamë ne prej as deri në zh, I shkon mirë. Unë me shku me ngjizu veç një katon me kancer në spital, edhe kanë bën një 7 kat para më kanë bën ujësjell, lula, kanë mbjell edhe për me dorë natyrë gjinja që se e kanë bën një mini park, a? Mini park. Në kat 7 ka optimi I banesës tjetër. Jalla. Era që bapa. Kan kat 7 veç kur të shaj përpara tu pjek kur të nin erën e çebapave un to shova në djalë. E dim nasi cili kujshi se çka ka për drek. Po çush jo më zbaj gore. Me po me dalë këtu në Glam Radio nin keterat. Do me shku për dham ta prish dhomin, në kësov ta nrejt se me rvesh. Po normal që ta nrejsh, në me që ato era, me që ato për mjek që I kena, po kushtet, edhe nuk do të shumë pare me investu. A kupton? Okej. Botoni jot është më I miri deri tash. Faleminderit. Përndryshe ai je mirë me shëndet. Si vjet jam kom Alex, po mirë, apet mirë. Te urojna më të mirat Valon. Te urojna më të mirat edhe faleminderit që gjithmonë je shoqëruar me emisionin ton. Edhe ju faleminderit, sun filmazh çdo ditë po mirë. Hiç është problem. Në spital kur jam ju kshyrin në iPad. Po shëndesim edhe përshofim shumë. Krejt vat mirat për ty të përqafojna shumë prej larg. Forca. Okej? Faleminderit edhe juve. Tung, faleminderit. Është shumë e vogël, a din vish me ne ç'është. Është e vogël me thmujt edhe hajde Valon. Alo, telefonata e fundit. Dikush të let. E fundit, ha? E fundit. Ka dal. Ja, po mdoket si për çto dumë. Ja nuk ka vokun. Hajde, kush na ka telefonu për herë të parë? Vaje Vorgozi. Ku je ai mirë shyshe? Apo ula për çto? Jo, ai e zgat, kë po. Hajde gaz, tregom me punën e butonit Magic. Çka kish bë Gazi? Butoni Magic për të kallëzuar shpejt, kështu dhe nuk ka vokun. E ka marru një kësht lira dhe 18 metra perimetre në altë, dhe 18 metra të kush, e ka qitë para Skënderbejut të kush Skënderbejut. Po? Edhe se cilin nga politikanë që i do të kuvene sharrosë në të
Apet me politika, mos marrë gjë me politika, hiç mos marrë gjë. E kam bodikon Turqia, hiç mos e harxho për çit punë. Harxho për diçka të mirë, po du për diçka tonën personale mund t'regu për çka kisha harxhu. Çellurota e fjumë. Po harxhu për shumë të mira, po pa më mund të më drejt të kohë sa mund. Hajde për çka kisha harxhu për veti diçka personale. Po ka nevojë për shumë çka, për shumë gjëra të mira. O ti gaz për veti personal, jo për Kosovën. Nëse e kishe pas butonin magjik, për veti personalisht, ti për shpirtin tën. 1 milion për shpirtin tën e kisha ndriç gjithë shpitalet me standarde më të qarta evropiane. Ç'është krye? Është më mirë sa e ka foze atje, stania vet bin. Faleminderit shumë, po të përshëndes, je i mrekullueshëm. Hajde, se jon shesh, po shtu pak më nalt edhe ata, krejt që aty e kanë vendin bashkë me neve. Përshëndetë vjurë shumë. E përshëndes shumë. Për çka do të më përshëndet? Saktësisht, po kesh kur po më përshëndet. Jo, për zotin jo veç, ju kam shumë simpatika dhe ju kam. Faleminderit fshat mirë. Faleminderit Tom, kalofsh. Faleminderit. Hajde Tom. Nëse unë e kisha përmirësu pa gazin, jo me përmirësu, po me e shtu mendimin tem që tha i kisha rregullu spitalet në nivelin më të lartë. Unë në shtap paraprakisht e kisha rregullu sistemin s'po di ç'më thon, edhe shëndetësor. Atë se e fundit jena s'kena kohë. Telefonata e fundit. Po, jo, edhe sistemin shëndetësor e kisha rregullu, po mas pari e kisha rregullu sistemin e ushqimit që me ndru komplet mënyrën edhe stilin e të ushqyerit dhe jetuarit. Se kjo tani po çon në smundje të ndryshme. Ha? A thash najsen? Po, do më thonë për që ata porina në shtatin katë, se ti shumë kohën poshtë dikush se cili për veti. Mos harroni me vazhdu me na dëgjullën pjesën e dytë. Jemi në Glam Radio.fm për juve që jeni jashtë Kosovës, për juve që jeni në Kosovë 88.6 edhe 102.0. Deri nesër mos harroni me bo ata që duni me bo gjithmonë, edhe pa buton magjik, me jep shumë dashni. Po zbym butoni definitivisht. Në pjesën e dytë edhe një herë 2 bileta për koncertin e Gypsy Kings, kështu që na dëgjoni për orës 17 deri në 18 tina bashkë. Ju që s'keni mundësi me na dëgju, shihemi nesër tung tung.